OSBE Odir vlerëson përpjekjen e Kuvendit të Shqipërisë për krijimin e një kuadri më të plotë dhe modern për financimin politik, por në opinionin urgjent të ndërmjetëm evidenton një sër boshllëqesh që mund të krijojnë hapësira për shmangjen e rregullave. Odir ngre shqetësime për mundësinë e anashkalimit të rregullave përmes financimeve indirekte apo përdorimit të donatorëve fiktiv, persona që kryejnë donacione në emër të tjerëve për të shmangur kufijt ligjor. Institucioni rekomandon ndalimin e qartë në ligj të donacioneve të bëra në emër të një personi tjetër, si dhe detyrimin për deklarimin e profesionit, punëdhënësit dhe pronësisë përfundimtare të subjekteve juridike që financojnë partitë politike. Odir kërkon që projekt ligji të përcaktojë më qartë elementët kryesorë të financimit politik, duke lënë vetëm aspektet teknike për aktet nënligjore. Një tjetër rekomandim lidhet me përcaktimin e kritereve objektive dhe transparente për shpërndarjen e financimeve publike, sidomos për fondet që lidhen me barazinë gjinore dhe pjesëmarrjen e të rinjve në politik. Po ashtu kërkohet qartësim për aksesin falas të partive politike në mediat publike gjatë fushatave zgjedhore dhe përcaktimi i institucionit përgjegjës për administrimin e këtij procesi. Në pjesën që lidhet me transparencën, Odir rekomandon publikimin pa vonesa të raporteve financiare të partive dhe audituesve, detyrim për dokumentacionin mbështetës për çdo raport financiar, si edhe rregulla më të qarta për kontributet jo monetare. Institucioni kërkon gjithashtu forcimin e kompetencave hetimore të KQZ-s, bashkëpunimin më të madh institucional dhe sanksione më të qarta për shkeljet, përfshirë financimet nga burimet të ndaluara. Në dokumentin e publikuar më 30 prill, Odir vlerëson pozitivisht masat që parashikon drafti për transparencën financiare, raportimin elektronik në kohë reale, auditimin, kufizimet për transaksionet kesh dhe forcimin e kompetencave të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Sipas opinionit, këto mekanizma mund të ndihmojnë në luftën kundër korrupsionit dhe në krijimin e kushteve më të barabarta për partitë politike në Shqipëri.